Është zhvilluar mbledhja e radhës së Këshillit Bashkiak të Elbasanit. Mbledhja kryesohej nga kryetarja e re e Këshillit Bashkiak, e zgjedhur një muaj më parë. Në rendin e ditës së kësaj mbledhjeje është diskutuar dhënia e ndihmës ekonomike për muajin prill të këtij viti, transferimin e fondit për trashëgiminë kulturore, dhënien me qera të shesheve për parkim në shfrytëzim, si dhe disa pika të tjera. Në mbledhjen e Këshillit binte në sy mungesa e këshilltarëve të djathtë, ndërsa pikat e rendit të ditës janë miratuar pa kundërshtime, vetëm në pikën për dhënien me qera të shesheve për parkim ka pasur diskutim midis këshilltarëve të djathtë dhe kryetarit të bashkisë. Përfaqësuesi i këshilltarëve të djathtë, zoti Ali Turhami, ka kërkuar që të vihet taksa e parkimit dhe të mos kalohen sheshet me qera. Të ulë më shumë parkimin, taksën e parkimit, sepse derisa nuk e vjetin, do thotë që një opsion i mundshëm është një reagim i qytetarëve që nuk shpreh një kënaqësi ose një pranim të këtij niveli takse. Ulim taksën dhe si gjithmonë do ta vlerësoj si variantin më të mirë, bisedohet me ato të drejtorisë së shërbimit të automjeteve dhe të marrë përsipër si agenda timor të japin kontributin e të drejtë. Ndërsa kryetari i bashkisë, zoti Qazim Sedini, tha se mbledhjen e taksës do ta realizojmë vetëm duke dhënë leje shfrytëzimi për sheshet. Kemi bërë bashkëpunim me policinë për pullat. Qofse ne kemi një zonë të mbledhjen e taksave ke parkimi ato vjetëve, këtë realizojmë vetëm nëpërmjet dhënies lejeve që japin makinave të transportit që marrin licencë të bashkimit ose që marrin leje për një qytet të tjerë. Po janë deklaruar ta paguajnë, sepse nëse janë votë. Ne ishim në komision, pak mendime të ndryshme, e diskutuar dhe kjo nuk është dhënie me qira apo fije për përpajshme, e përpajshme nuk ka vlerë sepse dihet më jo me një kulturë aty dhe krijon shumë probleme, jo me 5 vjet, 10 vjet, 2 vjet, 12 vjet. Kjo është një vjeçare. Ne e provojmë, nëse marrim lek, e marrim, nëse se marrim nuk. Kështu kemi pa dhe me ndërmarrjen e jeprimit, e provojmë 2007 një vit, unë dhe që bashkëm, dhe shemi dakord, dhe japim privat. I po vëllë e po, e mori për 5 vjetë rjesh nga një vit, të shim duke të më 2 vjetë, 3 vjetë, po këshillu, edhe po me propozimin tonë. Në kuadrë që ne s'marim asgjë, të marim diçka. Po të mashim me mjetë, ne do të rishim roje e private sa mjetë ka parku, sa mjetë ka shi. Sepse një të mashim, ne nuk i hymë këse kone kohë. Nëse për metra katror me qera është, qera që në zhërtarë shtetërore, qera se është i marrë legët ka që metra katror që japin për shfrytëzim. Në përfundim të diskutimit, edhe kjo pikë është miratuar me konsensusin e të dyja palëve, ndërsa kryetari i bashkisë ka propozuar për miratimin e asistencës sociale për qytetarët, e cila është miratuar dhe ka hyrë në rendin e ditës së mbledhjes së sotme.